mirëmëngjesi, dashur shikues të kanit, gjuhës të radios Klan 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes, I cili ka gërrir I thjellët, por kjo do të tas pak të vazhdoj kështu, sepse parashikohet që sot të jetë një mod kryesisht I vrenjtur. Me re, ja, rret kanë filluar që tani janë ca rret të holla, pavarësisht që kemi ca orë, do të kemi diell dhe është mëngjes I bukur. Të dashur miq, ne sot jemi në shtunë. Data është 22 mars 2025, eksakte ora 7 pa pak sekonda dhe si çdo mëngjes mos harroni dhe nxitoni dashur miq për të prenotuar në 069 40 41 003. Gëzuar Sultan Evruzin, kush e feston ditën e sotme. Është 22 marsi, domethënë, edhe shëndet e mbarësi për të gjithë. Në programin e sotshëm ne do flasim, pavarësisht që sot është ditë pushimi, edhe njerëzit çohen pak vonë dhe mirë e bëjnë xhanon, se gjumi kur thotë të rrit, po jo se të bërë më të mëndshur, po të rrit. Pra njerëzit me qenë se çohen edhe vonë, kemi një temë pak të lehtë në sotme, por që varet si shikon, sepse do të detyroheni, në thonjë za, detyroheni të thoni diçka për partnerin tuaj. Do me thënë, cila është ajo gjë, apo ajo veçanti që e bëjnë bashortin tënd, ose nusen bashorten, të jetë ndryshe nga të tjerat. Qa pyte, hajde gjeje. 069 40 41 003. Pra, cila është ajo gjë, apo ato veçanti që e bëjnë bashortin tënd, ose bashorten tënd, dhe varet kush merr, të jetë ndryshe nga të tjerat. Nxitoni miq, 069 40 41 003. Kjo muzika që sapo dëgjohet në fakt ishte një band rus, por bërë vetëm nga goca. Vetëm nga goca do japim çik më vonë me video për t'i parë. Muzikë originale dhe quhet Ota Orkestra, kështu quhet ky band rus, por bërë vetëm nga goca. Ota Orkestra. Kjo do të thotë, domethënë, gjua është universale e muzikës. Nuk ka rëndësi. 069 40 41 003. Me telefonatën mirëmëngjesi. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Vera, flas nga Shëngjini. O, Vera, po si e? Mirë. Me shnet si ke qenë? Mirë, faleminderit. Shiro, Vera, urdhëro motër. Unë kam një burr të shkëlqyer, një njeri të mirë. Kështu e kanë gjithë? Me një zemër të madhe. Po kështu e kanë gjithë mi? Nuk e kanë gjithë, ai ka një të veçantë. Hami? Sepse ne jetojmë në Itali qysh në 97-ën. Po cila është e veçanta? Dhe kur unë I kërkosha që të ndihmojmë dikën nevojë, ai më thotë gjithmonë po. Gjithmonë po, dhe kur jo. Një njeri me zemër të madhe. Kështu ka sa dushme, tha sa të veçanta e ka. Jo, nuk ka të veçantë, se të marrish 30 familje o 50 familje, ti bish të shtëpia, ti sistemash, ti gjesh punë, e ti nxjerrësh njët, ajo është vetëm veçantia që kishte burri jem dhe zemra madhe. Ai ka sjell 50 familje në shtëpi? Në shtëpi, ka një, bjerë një familje, sistemoje, po një tjetër, Mirë shumë. Kja është shumë e veçanta e bashkërdëm. Bën shumë mirë që e the. E shikon sa mirë bëre që e the. Po. Mrekulli. Mirë. Faleminderit shumë dashur Vera. Ftojmë të gjithë gratë dhe burrat, thonë cila është gjëja më e veçantë që ka bashortët se bashortja juaj që bëjnë ndryshe nga të tjerat. Telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Roza jam në altë. A më shpëtim, ha. Si jeni ju? Neve mirë. Përshëndetje nga Psinja për ju. Por vllai. Edhe statin tuaj me komunitar. Për sa po shprehem për këtë temën, kam këtë mendim. Dallojnë dashurimin dhe përkujdesja për hollësira tek bashkëtia ime. Ndonjëherë ne kuptojmë. Ma thuaj, mos ma thuaj atë nis plako, ma thuaj në shqip dhe herë. Do të thëmë dallojnë dashurimin dhe përkujdesja për hollësira tek bashkëtia ime, Te kanë gjitha gratë. Mirë, po ndonjëherë jashtë si the një emision, që ai nuk e merrte gruan e tij në kafe, kurse ne në kafe shkojmë pothuajse për çdo herë. Pra, veçanta e gruas tënde është që vjen në kafe me ty. Po, bashkë me mua për të. Okej. Mirë vllai. Falenderoj shumë shpëtim, rrofshin amore. Ore, mos e mendoni të lehtë, se nuk është e lehtë kjo temë, kështu që mendojeni mirë. 069 40 41 003. Sa më shpejt aq më mirë, mrekulli. Me telefonatën mirëmëngjesi.
Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Përshëndetje, Feridi nga Kamsa. Qëri mos e ke qenë me? Mirë, si e ti Aldo? Mirë, vllai, faleminderit. Urdhëro. Të përshëndes për këto emisione kaq të bukura, për të tema kaq të bukura, që i prek se kanë domethënie shumë të mëdha. Kanë pas diskutim që kanë, çfarë thua? Po. Ku ke dashuri me familjen, me partneren, sinqeritet, harmoni, mund të ndërtosh gjithçka në jetë. Okej, kanë fjalime kështu do. Jeta bashkëshortore do të thotë bashkëpunëtar. Po mi këtë e dim në burës, po natyrën e dim, po duhet jem thelbin. Unë kam 50 vite martesë. Nuk më duhet thelbi vëlla, pra ku ndryshon bashkëshortja jote nga krahasuar me gratë e tjera, më kupton? Me gratë e tjera ndryshon. Çka ka të veçantë? Ndryshon. Punëtore, e sinqert, e dashur, harmoni me familjen, me bashkëshortin, me gjithë. Po kështu janë miliona gra. Jo, s'ka miliona gra sot. Po qindra mira pra. Janë shumë të rralla. Ashtu ë? Qa po ndjëm, e qa po shohim, presanzofim. Unë se di që një gjotit, po domethënë di që ka gra kështu. Po, unë e kom fillu nga zero dhe e kom arrit për gjë zotit. Po mos fol për vetën, më fol për gruan. Po gruaja pra, bashkëshortja, e kom pas në krah. Gjithmonë në krah. Pra kjo është e veçantë në krah. Ku ke sinqeritet, ku ke dashuri, ku ke harmoni, ke gjithçka. Këto janë fjalime burr, hajde. Në rregull. Sot nuk është kjo pjesë. E qartë. Vllai Rofsh, faleminderit shumë për telefonatën. Telefonata e mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Ando mirë të nga Roskoveci jam Aldo. Po mirë të. Ha më mirë të. Çfarë bën nga Roskoveci? Bini? Kemi polur shumë vite, po tani ndodhem në Amerikë. O, sa mirë bën. Mirë mbrëma. Pra, mi me ora 1:30 të. Kemi polur shumë vite më përpara bashkë, po ose nuk i të kujtohet, ishte ajo koha kur të thash që kam bërë polun bashkë për punë fëmijës dhe për punën e grave, ishte një temë juaja. Dhe thash kemi bërë seks tash dhe erdhi puna, gruaja më thanë të nesme që ne jemi 7 zanë. Tani një veçantë. Një veçantë. E imi është se mas asaj më beti më mdoni lot po për në Amerikë. Jo, ideja është ti je martuar lidhur me dikë tani? Tani unë jam po me atë grua. Je po me atë grua. Do të thënë cilat është e veçanta që se ka gratë e tjera? Përveç fjalës. Ajo ka e veçantë saj është që ajo për mua bën gjithçka. Bravo. Dhe bile këtu në Amerikë ne kemi bërë dhe 2 fëmijë të tjerë. Mrekullit, ti keni me jetë e përshëndet? Me bukra është se ajo punon në një tip restoranti, është një afroamerikan boss. Po gabimi mi mathi sa ishte se kur ajo rasta zanë vajti në plazh në Kanada dhe fëmija na doli pak. E kuptova, me kolor të seksuar ndoshta. Po ishte problemi se ajo vati kone tazanisht vati në plazh. Po e dëzuat ashtu, i ka marrë të filmi, po qartë. Mirë vllai, si do qoftë do kërkosh në dyqanin më të afërt Color Correction. Okej. Hajde zemër, bëv gjumin e ëmbël edhe natën e mirë. Ora çka keni që sjepni këngë turke? Mrekulli. Jemi me telefonatën. Mëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Ariana nga Durrësi. Ariana, si të ka mirë? Mirë, përgjithshëm jam mirë. Sa mirë. Ha mirë na. Rreth temës dhe shanë. Po me pa. Vlerësimi është kryesorja. Nuk ka burr që nuk punon, flas për familje të mira, nuk ka burr që nuk bën për shtëpinë ose grua për shtëpinë. Po e veçanta është ai më vlerësonte dhe më sillte her pas here lule në shtëpi. Por dhe kur dilshim, edhe një lule dele të shifte, do e heqte, do e merrte, do ma vente në kokë. Lulet janë bukura shumë. Kështu që më vlerësonte shumë. Dhe kemi jetuar se unë nuk e kanë më dhe e ndjej shumë mungesën. Edhe e kuptoj bile sa shumë më ka vlerësuar, më shumë se Edhe sa mirë që ketë shkujton.
Edhe kam shumë kujtime, jo kemi dalë për pushime, tani gjithë dalim për pushime, po burra që të marrin lule në tokë dhe ta dhejnë në kokë, janë të rrallë. Kjo është e vërtet, kjo është shumë e vërtet, për fat keq. Kështu që mund t'i thellin dhe lule në shtëpi. Mirë, do t'jetë të marsi jo që janë këto ditëlindje e këto. E këto gjërat e tjera. Që ta ketë lule si motiv, bravo. E kishte në kulturë, bile kur kanë qenë në koha e kësaj që rrishim brenda mbyll. Pandemia. Dhe që dilshin në orare me këto gjërash. Merrte lule. Jo, që nuk do dilshim, kisha brokulin në lavaman duke e larë, e më tha mu, qa është ajo lule? Qa është ajo brokulin i thashëm duke e larë? Mundën tha ta japë tha këte, edhe ishte Elifara duke kënduar në televizor, më dhate dhe fillum të kërcenim në shpi. Mrekullia. Të roni të kujtë. Vlerësimet janë të gjitha për mendimin ti. Kjo po që ishte vetë qanë ti. Mirë motor, të falenderoj shumë. Gjithë të mirat, shëndet. Gjithë të mirat. Hale, domethënë, jo vërtet, është shumë mirë kur keq kujton. Ndërkohë, jemi me surprizën e këtij mëngjesi. Albana, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Aldo. Ku ndodhe zemër? Të ndodhemi në Myslimshyr. E Myslimshyri, po, çka ka ndodhur aty? Kemi një surprizë për zotin Përparim, i cili ka ditëlindje dhe bën 76 vjeç. 76 vjeç papi, bravo. Mirë, çka ka dhimi? Në katën e tretë. Katën e tretë, po mirë. Nisu zemër avash, katën e tretë. Ndërkohë që ne vijojmë me telefonatat përket temës 069 40 41 003 për të prenotuar për temën e ditës sotme. Ndërsa, nëse doni të bëni dikujt një surprizë, na merrni ose na shkruani, s'ka rëndësi, në 069 40 41 005, numër i cili është dedikuar vetëm për surprizat dhe nuk është, nuk është për emisionin live, është vetëm për surprizat. Telebrada e mëngjesi. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Violeta, flas nga Elbasani. Violetësia, ti mirë je? Mirë, ju mirë. Çfarë ke bërë? Mirë. Mirë. Mirë tamam. Kush jeni ju? Fredi. Kush Fred? Po ku ti ke radhë? Ku ke prenotu? Po që ke Aldo Mornin? Jam rregulli aty. Përshëndetje. Duhet të flisja pak për temën. Urdhëro. Me qef të madh, urdhëro. Doja të thoja që njeriu kur është i lumtur, burrin, ka vetëm gëzim, dashuri, harmoni. Kjo është fjali e gatshme. Pyetja është, çka ka të veçantë burri jot se kanë tjerat? Po, çka ka të veçantë? Tash ju Aldo, po nuk ta prishi burri, po të kesh harmoni në shtëpi, gjithmonë. Po mirë, çka ka të veçantë që të bën ty ta dush kaq shumë pra? Veçantë, ja, për shembull. Se janë gjithë një lloj mi? Apo jo? Po. Unë kur kam qenë smun, burri më ka nejtë në pronto, edhe më ka shërbym, ka dhani ilaçe gjitha në këtej, se ka burra sa që nuk do ta dim fare. Jo, mos ka pas sallën vetmi? Pra, ka nejtë pronto apo jo? Qa halë kam 3 kalamaj, qunin e madhe kam 22 vjeç. Kam të madhe. Po kur rritejmi? A shefke? Pra. Një gjë po mirë shumë. Të ka nejtë pronto kur... Po ditë normale kështu, apo... Edhe ditë normale. Ri pronto. E shumë i mirë, pa. Bravo. Më rri edhe i rri pronto, është reciproke ajo. Lumë ti gjeke, rovë zemër. Falë Zotit. Kalamajt i kemi jashtë edhe të dy jemi. 2 pleqë. Po mi për shqyqysh jeni? Shqyqyr, të valë Zotin në ty shnetë. Ka, thuti, rovë zemër. E në harmoni pasë në ti gjithmonë një të më Shëndet e marsi, rovë gjanë. Të rojë gjithë të minat, falenderit. Albana, kemi arritë? Po. Okej. Isha la zgjuar papi, për 26 ta 76 vjetë, shpresoj, tani, sa është, i sinjali pa, ja, prapi, ku prapi. Janë dritat e shkallës, ora është 7:23. Presim. Ndërkohë numrin e tham, 069 40 41 005, numër të cilin ju mund të na merrni vetëm për surprizat. Pra këtë doni surprizoni, le serioze jemi pushim, po të hënën. Të hënën, edhe hëna është pushime? Ne jo se kemi pushim, nuk e kemi pushim neve. Kështu që nxitoni miq, 069 40 41 005.
Ka dëgjojnë në zhurmë të bëna, apo ja? Me së të drejtë nuk qëtë gjë, në basë se janë në gjumë e ndë së di? Ja, 76 vjeç, 7:25 ora, s'pa merë mundja. S'pa merë mundja, mos ka në vistuj me në i vend. Basë. Edhe kjo mund të ndodhë, sepse helbete, sot e shtunësh, njerëzit edhe lëvizën. Megjithatë, sot dashumiq, bëhuni gati për një mot me re, për një kohë me re. Aha. Kush ja bën këtë surprizë, ja bën Kunati, Kasemi, po. Po Kasemi mirëmjes. Mirëmjes. Ku e ke më burr Kunatin? Po bjeri më asajt, ajo i bi me gisht, bjeri më me atë... Ajo s'ka ti bi me kpuce? Po me normal. Bjeri me atë që kiqin që ka dera. Po pse nuk dëgjon mirë ai? Po besoj që s'dëgjojnë mirë, nuk e ditë këtë hik në botën tjetër. Jo, u larg qoftë. Po s'ka shkuar lokali poshtë. O s'ka shkuar lokali poshtë burr? S'ma amenja se burre gru janë aty, burre gru janë, vetëm nuk e di. Ira e shkëtë, ira. Ore, është apo të shë shtëpia? Apo jo? Mund ta merresh në telefon. Jo, mine bone. Dona po. Mine bone. E mirë, shiko, Kasemo, ne do vazhdojmë t'i bim, sa aty do t'jetë më mendja. Mirë, më shpirt. Ja, te atë që kpucët e goca ti biksh, bom. Okej, për surprizat tam, 069 40 41 005. Mirë shumë, 069 40 41 003, jemi me zotin Nika Urdroni. Mirëmëngjes, Aldo, përshëndetje të gjithëve, mirëmëngjes, ju dua shumë, në fakt fundjava ka nisur dhe vazhdon me vrrutë dashumiq, teksa është e pashmangshme qarkullimi i automjeteve apo edhe trafiku. Aldo, një pjesë e mirë duhet thënë e familjeve shqiptare janë të telikostur të dashumiq në këto virozat e sinës me gripin, temperatura 40 gjitha këto gjëra në radhë. Nga ana tjetër duhet themi me plot gojën, Aldo, me pensionistët që kanë filluar dhe bastet e para në fakt midis tyre që kush do fitoj PS-ja apo PD kanë ngritur bastet. Është në lurt për këtë punë, vijmë me tira. Diçka tjetër, pa tjetër. Diçka tjetër në fakt do të shkon pa humbur kohë të dashumiq tek autobusi i Kopshtit zoologjik ditën e djeshme në fakt po, sepse përveç se vonohet mbi 20-30 minuta do dhe vjeni të mbushur plot e plot me njerëz, mosha treta ankohet, sepse në fakt është të mbushur edhe me shpend apo me arka fruta perime, gjë që bën të pamundur uljen e pensionistëve. Kemi patur debate ditën e djeshme në fakt, sepse rinte pula gjeli për 7 palqefe dhe një nënë e vjetër 70 vjeçe ka ngelur në këmbë. Diçka tjetër, në fakt ditën e djeshme një zonë shqiptare tepër e kapadisur dhe shumë e mirë duhet thënë, ka mbetur e zhgënjur dhe e tmerruar në të njëjtën kohë pasi ka bërë blerje në një market me emër këtu në kryeqytet. Kur ka shkuar në shtëpi ka dashur që të gatuaj petull, Aldo, ka hapur mielin, ka qenë i mbushur që është e vërteta me krimba, në të qintën e sekondit e ka vënë e ka parë datën e skadentës, prej 3 muajsh në fakt ishte skaduar, ka shkuar me një aty, ka bërë debatën të tash, ato kanë dashur që edhe ta dëmë shpërblej, në fakt që zonja ka thënë do të telendi, do të nxjerrë rrjetet sociale më tash, po si përfundim janë marrë vesh të dia palët me njëra tjetrën. Diçka tjetër, në fakt nënat me fëmijë do detyrohen të dalin në rrugë pasi trotuaret e ngushta në fakt janë zënë nga makinat, ngrihet një shqetësim goxha i madh që është e vërteta i zënies së trotuareve, kjo gjë përbën edhe një rrezik goxha të madh, sepse nënat e bashkë me debateve nuk kanë ku të lëvitin konkretisht tek treni të dashumiq, aty është goxha problematike, teksa në fakt edhe janë ankuar në pritje për një përgjigje. Diçka tjetër. Okej, mjafton me kaq. Të dashumiq, vijoni për të prenotuar tham. 069 40 41 003. Shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri në studio. Nuk vonohemi. Vijojmë. Me telefonatën e mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Flisni? Ne të flasim me një përshëndetje të madhe nga Gjirokastra, kemi shumë respekt për ti. Po, gjigant, qa bën, më mirje? Mirë, si jeti? Mirë, si kemi, vlla? Damian. Damian, si të kam, Flori? Mirë, shumë mirë, kemi shumë respekt për ti. Gjithashtu, qa bën me qa me në Gjirokastra? Ja, dalë në i gjiro me shofë, letësoj mësime. Pse qa moshë këti, mo? Unë jam në moshë klasë 9, jam 50 vjeç. Të keqen e zërit, vlla. Je pushim sot, ë? Po, jemi pushim. Nga do ikësh po?
E kam për të fshat. A, pa mirë shumë. Mirë shumë. Po, do, homo të zbën. Mirë, vla, mirë, bukuri. E, quna, bëfshi qef dhe shiojnë i mëgjesi se është vërtet i bukur. Telefonata i mëgjesi. Alo, mirë mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Jam nga Shkodra, Gjemalia. Gjemalia, po si nuk është i Miria? Mirë, jam 72 vjeqe. Një mirë bëfshi shala. Faleminderit. Urdhra, motë. Unë deshta me folë për që the për bashkëshortet. Po. Po, mu më ka vdek, po kam kalu një jetë 50 vjetë me bashkëshortin. Jo, këtë dion, po qatë veçante ka patur, do një që s'kam pas burat e tjerë. Kam pas shumë veçante. Aha. Mrekullueshëm. Me talent. Në ka fikë në kuptimin e fjallës që po ka openi thije në mosh, po unë kam bëj jetë lumëton. Po, pres të di qatë veçante ka patur? A i ka ken punëtor, ka ken aktiv, ka ken i dalum nërmarje, me fotografi. Shumë ka ken i mirë. E të thash, deshta me kujtu bile. Qartë. Shumë faleminderit. Më vjen mirë. Telefonata i mëgjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Neçi, flas nga Italia. Buongiorno Neçi, si je? Buongiorno. Si dukesh mirë? Siamo 3-4 volte che parliamo insieme. Certo, molto bene. No, sono 3-4 volte che ci parliamo insieme. Po, molto bene, pra? 3-4 herë që të kom telefonuar ty. Yes, të po thëmë unë, yes. Urdhëra. Po jo parlato, telefonato, urdhëra. Telefonato? Certo, po, urdhëra. Certo. Një gjë. Unë jam për temën. Po, për temën një gjithë, urdhëra. Unë burin nuk e kam ma. Po ka qeni mrekullueshëm si që tonë të gjithë. Jo, dakord, të gjithë për ty. Po vetëm i gjoj ka bo mira. Vetëm i gjoj ka bo mira. Që sa herë e ka dash, e ka bo. Ama. Për zot. Bravo. 3-4 herë një javë. Mashallah. Keq kujton me laf. Ta bëja. Keq qa kujton them. Po, kam qa kujtoj se dhe kam bo qef. Asa mirë. Si të në Itali, kena bo qef. A, lëmë si ti. A, mi më dhe. Pi verë për ditë. Normal. Po tashi më mungo shumë. S'ke faj, ma merë mëndja. Kam 4 nipër, po vejnatic ma ze as njeri. Po se ze, me 4 herë një javë, normal që se ze. Djeta, qerta. Të roni të kujtoni, motër. Falemderit, ka bo mirë. Po pas ka bo shumë mirë, jo mirë. Vdiq. Nuk e ka pishmon jetën dhe aji. Normal, 3-4 herë, okej, në regull. Mirë, motër, falenderoj shumë për telefonatër. Po tani, normal që... Do më thonë, normal, ka që kujtonë, pritjerë. Me telefonatër me mëgjesi. Mëgjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Besni, ku jam nga Gjermania, flas. Guten Morgen, Bese. Si e? Guten Morgen. Si e qënë të mire? Respekt e pa fund. Respekt e pa fund. Për qa kemi temë sot temën? Të mirë. Shumë e mirë. Për qa kemi sot temën? More koti mos, së gjoje. Po. Tema për sot është për bashkëshorten, do më dhënë, qa ka të veçantë bashkëshorte edhe që se ka asi grua tjetër? Po që për bashkëshorten, unë i dhëroj gjithmonë lule, me festa, pa festa. Oke, rolla. Unë të e folë bashkëshorte, thotë unë. Mirë, jemi në Vlorë. O, figurë, hëmo? Mirë mëngjesi, ardhë nga Vlora. Me i ko shumë të bukur në Vlorë, pa pak preskët mëngjes dhjetë gjithmonë. E gjojmë 3-4 herë një javë. Pa mi me ka pas me gjithë të shtun e djelë pushime, këpëton? E qartë. Ja 2 ditë pushime, por që... E ordra. Vërtet ka qa kujton. E ma e? është për të abitur në fakt. Po pëse të abitesh mu? Se normal, burën e vete ka. Se të abitesh? Jo. Burin e vete ka, normale, për që... Bëj krasimet e dikushme me sotme dhe këton 3-4 herë në javë është diçka, do më thënë shumë le ta themi. I mungon, sigurisht i mungon, normal që i mungon. Nese. Normale me 3-4 herë në javë normale do i mungon. Qa po thoje? Tani,
Po thoja që ne këthe kemi ato hallet dhe problematikat tona, të cilat mundohemi që të japim në një zgjidhje të vogël, si gjithmonë. Po si në rastin e një gruaje e cila ka filluar të ofendojë dhe të shajë, madje ka arritur dhe të dhunojë bashortin e saj për arsye se ky pa dashje, domethënë, po edhe ka pak qef, domethënë, femra që mbahen, le ta themi, dhe kishte gacmuar apo i kishte hedhur fjalë një zonje, po pa ditur që ajo ishte shoqja e bashortes së tij. Mirë, pa ajo thjesht ka ulur kokën, ka vazhduar dhe ka telefonuar në shoqjen e saj, domethënë bashorten e zotërisë, dhe i ka thënë që shikose burri jot sikur ndoshta nuk ka mbajtur mend apo ku ta di unë, por më ka gacmuar, e kupton, ndoshta dhe ka bërë dhe pa vedi, domethënë ja ka zbukuruar situatë. Ja, pa vedi, por kush i ha pa vedi. Po mirë, tani... Le ta themi ja ka zbukuruar si, kupton. Por që zotria, ndoshta dhe se ka para, ndoshta ka qenë dhe pije dashës, le ta themi, kupton, ta justifikojmë disi, kupton. E qartë. Dhe në atë moment, zonja, pasi ka mbyll telefonatën, ka filluar procedurat me bashortin e saj, duke e ofenduar, e duke madje dhe e ka dhunuar, si që thash dhe më parë. Por zotria, domethënë, ka bërë atë sikur nuk e mbante mend, pastaj ajo justifikimi, domethënë që ne unë të kemi ngacmuar, ndoshta kam hedhur fjalë për dikë tjetër dhe ka ndodhur një keq kuptim. Kemi gaz vaj. Ndërsa një vajzë aldo ka shkuar te prindrit e saj dhe i ka thënë atyre që do të ndahet nga bashorti i saj për arsye se ky është, domethënë, vërtet punon, ka një rrogë të mirë, ta themi, por që nuk sjell rrogën e plot në shtëpi. Po një herë ka pasur një muaj rresh që nuk ka sjellur lek fare. E kuptova. Por goca, domethënë, ka një ide, ka një, domethënë, që e mundon gjithmonë që mund të jetë që ai mund të axhoj lekët ose me ndonjë femër tjetër ose duke i lënë lekët në bixhoz. Mirë, po kanë qenë prindrit ata të cilët i kanë thënë që shiko, bëj durim, ne do t'i flasim atij, mos e prish familjen tjetër, por që vajza është në një dilemë tani se nuk di se çfarë të bëjë, domethënë do që ta ndaj apo të vazhdoj duke menduar se ai mund të ndryshojë në një të ardhmen, le ta them. Po ja urdhëra. Të patën të sjellë gjysmë. Të patën, po qartë. Tjetër. Ndërsa një djalë aldo ka para 3 ditë vetëm, sapo kishte bler një makinë, do që ishte normale, por ditën e djeshme makina i ka marrë plak, por fatmirësisht domethënë ka kapur në kokë, i ka shuar zjarrin shpejt e shpejt. Dhe ka shkuar në servis, po thuhet që makina ka pasur dhe një defekt më përpara elektrik që e kanë zgjidhur momentalisht siç i zgjidhin këta mjeshtrat. Dhe kanë bërë atë problemin që ka bërë, por zotria i cili e ka pasur diku nuk doshi t'i kthej apo të marrë përsipër dëmin, për arsye se thotë unë ta kam shqitur, nuk e di se çfarë ke bërë ti. E kuptoj. Mi ma figurë, të lumë shqituar. Pak është në këto kishim. Të lumë shqituar të në knaqem. Sukses e njetë. Falenderit. Ajde, Flori, mirë. Telefonata i mëgjesi. Mi mëgjes, telefonata. Mi mëgjes. Ejta. Ejta nga? Shiaku. Ejta nga shetë. Hamida. Mirë ju? Mirë shumë. Pishe. Kësa për temën, çdo grua për bashortin e vetë fjalë më të mira nuk botë. Jo, dakor, më të mira, ajo dihet e më vetë. Se me zorë se ma, po. Ideja është çka ka të veçantë, s'e ka si një tjetër. Po, ku do me dalë, po të kuptoj shumë mirë. Tashti sa për mua, flas për bashortin tem që ka një gjë të veçantë, ndonjë mi, unë i flas, do kur hajm drekon, darkën që është vakti të hëngrës. Ai gjithmonë do ta shoqërosh me got birr, me got raki. Ja do xhan. Jo. Nuk e do për ditë, kur ka qifta, pi një gotë birë, një gotë verë, do në gjithmonë ta shëqëroj unë, Sa mirë. Sa dhe unë e pi, nuk e të projnë. Nuk e të projnë, Për qef e për halë. Për qef, për zotin, Aldo, shumë mirë, për gjëra tjera, nuk ka si të keqe. Pra, gëzimin knajsin ka dëshirë të ndaj me ty. Po, do gjokë, edhe me shoqime, këto për kërësor, një me mu. Shoqnja vene vetë, grua vene vetë. Po, këte ka, po. Bravo qovë. Po s'ti nga trim gjërat, për zotin është shumë normal. Mirë, më të shu që e ke. Faleminderit. Hajde, gjithë të mirat. Telebrata mi mëgjesi. A kam. Aha, mirë. Eci. Atë grupin, atë që thash pak më parë, në grupin e gocave ruse, shumë interesante në ta. Si quen OTTA Orkestra. Kërkojeni se është shumë interesant. Kemi një tjetër surprizë për sot. Albana, ku ndodhesh? Tani ndodhemi në blok. Te bloku? Sami? Po. Qa ka aty?
Kemi një surprizë për zonjën Vera. Ka një sebeb o kot për qef? Jo, është për qef. Po shumë mirë. Shkojmë te Vera, çka kati është? Në katin e 5. Kati 5. Mirë, marrim telefonat ndërkohë, sa të shkojë Albana në katin e 5, që ka dhe pallati vjetër. Telefonata mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Ju shqetësojmë nga Vlora. Po pse na shqetëson më kur na shqetëson? Ju një ditë të mbarë dhe gjithë të mira. Gjithashtu i dash, gjithashtu. Tani për ato tema nuk doja të zgjatëm se folën ta atë përpara, unë kisha një problem të veçantë me ju si klan. Me klanin, po shkon drejtori më burr, ç'un ka me mua? Jo, po një Vlora të shpëzoj ta lektera. Po lëre, atëre, po portove lëre. Vërdo? Po portove s'prish në punë. Jo, nuk kam lek, po kisha lek, nuk përdoja. Në rregull, mirë valla. Do të merr zyrin juridike për shqetësime, se ne kemi emisionin, në mes emisionit kemi ndërmend të merrim me shqetësimet e njerëzve. Okej. Sa vajti ora? Ora është pa 3 minuta, si iki minuta të smenet dhe shfare. Ndërkohë Albana kam bëritur, shpresojnë shumë të njerëz. Se po? Është një ditë sot që mund të shkojnë dhe herët, për një të jaka. E filluan retët, po grumbullojnë avash avash. Sot nuk besoj, po nesër pas nesër dhe nga java parashikohet të jetë e tëra me shi. Si e Vera? Kemi një surprizë për ty nga Aldo Morning Show. Mund ta vendosim kufjen? Po. Vera, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si e? Mirë? Mirë, faleminderit, si jeni juve? Mirë. Na kanë sjellë të dhuratën për ty, të tortën për ty, që janë një verës. I e pyet neve kati të linje kanë se bebi jo than, nuk ka të linje, kot për qef. Ku e di unë e kam në linja, foli një, se kush e di mbas e njef. Foli. Alo. Mame. Alo, përshëndetje, po të keqe mëne. Po. Mam, Alba e. Po. Si e? Mirë, si e një dhe. Që ke qënë sot? Mirë, falemderit, si e një dhe mami. Mirini, që unë atë. Alba, ti nuk jeton me mamin, ja? Jo, nuk jeton me mamin. Mami fatmirësisht jeton me vllajin, me nusën. Ti ja shove kot për qef ti. Kemi një mbes të vogël. Qa thot ti? E dua maj shumë, po besoj tani është mëngjes dhe duhet jetë në gjumë. Jo, lërë është në gjumë, se ngasim. Megjithatë, domethënë, mami se priste, është tre mami, se thotë, kush në merë një pikë mjesit. I imi dhe i mamit mëngjes është që unë e marrë zë mëngjes dhe pyes si u gëzi, si është goca në veçanti. Mire, banë, megjithatë. Mbas vdekjes së babit, mami u fokusua ke vajza vogël. Bëre shumë mirë që more, sepse do të thënë të tilla surpriza, të tilla gjëra, ndoshta ndryshojnë edhe ditën. Mami, unë dua t'i them vetëm diçka mamit. Po ja mami, po. Për nënën është shumë mund të thuhen shumë fjalë. Por mami nuk është thjesht një gjyshe apo një nën që megjithëse është në pension edhe duhet thjesht të jetoj dhe të shijoj vitet e saj. Mami është ende energjike, mami është ende e pranishme në jetën tonë. Ndonjëherë është edhe vedimtare në disa çështje tona që duhet të pyesim. Normal. Çështje dhe mami ende na duhet, po na duhet shumë gjatë sepse ende kemi nevojë për të. Kush është ai njeri që thotë s'po duhet mami? Po gjithë normal që duhet. Mirë. Edhe për bisedën e mëngjesit na duhet shumë. Ju falenderoj shumë. Asgjë. Shëndet mamit edhe qofshi gjithë bashkë. Faleminderit. Rofsh, na morën të uroj gjithë të mira, ndërkohë, pra të dashur miq, unë se tham. Për sa i përket të këtyre surprizave, mos harroni, kemi një numër telefoni 069 40 41 005. Në këtë numër na merrni ose çoni mesazh si doni juve për surprizën, për të hënën, për të marrë për kur etj. Në rregull 069 40 41 005. Ndërkohë, i bie të kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio. Nuk vonohemi. Mirë shumë. Ja të kemi përsëri këtu në studio dashur miq. Me një mik të ftuar është veteriner, është Ariel Vasiljev. Ariel, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Aldo. Mirëmëngjes. Tani qenë mace kanë gjithë, pa diskutim. Është bërë madje e modës, sidomos vitet e fundit që dalin, ke parasysh, jo në xhira, jo në shtëpi, të keqen mami, çfarë s'ka. Kemi kaluar në egzagerime. Kemi kaluar çik, por kujtuam ne që kemi kaluar në egzagerime. Në fakt, janë shtuar, s'po them shumë, po informacion nga ç'kemi dëgjuar që ka shumë njerëz që marrin edhe kafshë të egra.
në shtëpi. Nuk mund të them nëpër pallate këtu në Tiranë apo nëpër qytete, po në zona që edhe mund të kemi mundësi. Nuk e di sa e vërtetë është, po mbajnë dhe arinj. Arinj kanë qenë që në kohën e dilnin këto, ke parasysh që thoshim ne arigjind me dajre me kështu. Po, pikërisht. Domethënë çfarë ndodh? Ti si veteriner ke hasur pafund kështu rastesh? Atëherë, fatkeqësisht kjo që thua është e vërtet. Pse thua fatkeqësisht? Po fatkeqësisht, sepse është një gjë katastrofike si për vetë specien. E marrësh. Janë ta njerëz që kanë lek kryesisht. Janë këta njerëz që kanë lek, po patjetër, po është mënyra se si kanë bërë atë lek, por nëse kjo është një diskutim tjetër për një emision dark, ndoshta. Ideja është fatkeqësisht kam parë disa raste, duke që kam punuar me Forpose International para 6-7 vitesh. Me ta ne kemi shpëtuar 36 arinj të cilët ishin pjesë të kaptivitetit nëpër lokale, njerëz të cilët i kishin për t'i bërë xhiro nëpër plazhe. Si mund mbajt arinj? Ku e mbajnë më burr arinj? Ka faze dhe ka faze që të shkon mendja kjo. Studia e juaj është dyfishi i madhësisë atij ka fazet dhe po, domethënë makabritete spektakolare. Kemi parë. Po si e kapin, si e mbajnë, domethënë klysh. Zakonisht klysh. Domethënë taktika është vrasin nënën, pastaj vrasin nënën, pastaj marrin klyshin edhe normalisht ajo si specie nëse e shkëput nga natyra është pak më e butë se sa ai ariu tipik i egër. Kjo që po shohim në ekran tani ç'është kjo? Ky është një reqebull i cili është. A ky është reqebulli? Ky është reqebulli. Ja po ju nga shkolla. Ky është një reqebull i cili u shpëtua nga Forpose International dhe PPN-a, që është një organizatë shqiptare që i përfituan të dyja. Si i kapin tamam, s'kan frikë? Këto i kam kapur me lak. Kjo është e kapur në një ambient. Ky që po shohim është një ari i cili kishte rënë në kurth në dhjetor të 2023-shit në mënyrë të gabuar, kështu tha zotëria që kishte vënë kurth. Gabimisht. Gabimisht i ra një ari. Po, doli shtulla para. Po, ne na bim pluma në balkon, këti vin ari. Këta janë disa dy klysh ariu të cilët u gjendën në malësinë e Korç Kolonjës. E jema nuk u kthye asnjëherë, nuk e di ma ka vdekur apo jo, dhe për momentin kjo që po shihni është momentet e para ku ne u munduam që t'i bëjmë një hapësirë rehabilitimi, për momentin janë në Devon të Britanisë së Madhe në një pyll të kontrolluar. Pra kanë diku te 6-7 hektar, por normalisht është e mbyllur sepse këto nuk mund të jetojnë në natyrë. Sepse kemi tentuar disa herë, po me ariu. Po Ariel kam parë në Facebook, a nuk e di ku, në Instagram, as më ku e pash. Rrjete sociale, po. Rrjete sociale tigër më burr. Po, fatkeqësisht është apo e ka thënë ju? Jo, është një trend cili trend me maj tigër? Po, është trend në Ballkan. Edhe Serbia i kemi këtë gjëra. Gjithmonë Begatinin po ta kesh vënë vi nga ne, nga Ballkani. Jo, se kisha imagjinuar, domethënë, po si mund mbaj një person tigër? Apo e mban? E mban sepse kjo është tendenca që çdo gjë që ti ke në kafaz, supozohet që ti e mban, edhe pse mund të ulësh cilësinë e jetës. Po çfarë do, se mirë, unë e kuptoj që me qenin me mace del çutit kënaqesh. Po me tigrin ku? Ka një libër të John Ronson që quhet Testi psikopatisë. Do të ftoja të lexoje që ta kuptosh se pse e duan. Unë thjesht nuk e shqiptoj dot, po nuk kuptoj, po problemi është që domethënë çfarë ndodh me këta persona? Jep adrenalin, sepse në mendimin e tyre të gjithë kanë qenë mace, kurse ata kanë një tigër, e kupton, nuk ke si ata ti. Pra ti që ke Volkswagen Legend, unë që kam Ferrari, po, është pak a shumë. Edhe harrojmë, fix. Edhe harrojmë këtë pjesën që ajo është një qenie e gjallë e cila. Po si mbahen këto? Domethënë, okay, ja e mori ai, ta zëm se mori nga X band. Po. Si rrojmë në lakudi, unë ai të thonë që hanë shumë, a bëjnë shumë, apo... Tashi, nuk është problemi aty, një person që merr një tigër dhe një luan, do ta perceptojmë që ai është një person... Po themi ne, teorikisht. Sepse duhet të kuptosh që kjo është një çështje e cila... Hajde se po diskutojmë ne të dy, po është një çështje e cila... është e cila hetohet nga shteti edhe pse nuk është vepruar ende. Por padyshim që dihet që ka disa individë të cilët kanë tigra dhe disa individë që kanë luan në Shqipëri në mënyrë ilegale. Mirë, po problemi është që hajde se po i sekuestron shteti, hajde se po themi që po i sekuestron. Po ku difuzi? Eksaktësisht, sepse ne na mungon një strehimore. Tu mund të kopsh zoologjik apo jo? Jo çdo kash mund të futet në kopsh zoologjik, se i bie pastaj duhet të kuptosh që sasia e luanëve dhe tigrave që raportohet që do jenë në Shqipëri
është... Qa po thua, mos, seriozisht? Po, më lërë të them dhe shifrën që të habitesh tamam, të bëhet habia e plot. Është mbi 70. 70 Luan dhe Tigra janë në Shqipëri? Po. Ku janë më dha? Atëherë, këto janë raportime të policisë dhe të shoqatave të huaja, jo shqiptare, të cilat kanë bërë investigime për një pjesë shumë të mirë të tyre. Ku rrinë më dha? Në përkafaze, Aldo, në përkafaze. Ne kemi fiksim, ne jemi një popull i cili privimin e lirisë e kemi shumë qef. Ata që ne kanë bërë tjerë ja bën kafshë. Ose atë që po i bëjnë vetes. Prapë është diskutim për Ore, ti që po më habite, do të thënë, e kuptova, Arinj e mora vesh. Këtë ma thaj Luan Tigra. Tjetër, çka kanë Shqipëri vëlla? Fatmirësisht deri te Majmuni kemi shkuar. Që ke shumë persona. Edhe Majmunis duhet mbajtur, ë? E Majmunis duhet mbajtur sepse atëherë do ishte më mirë që të kishim eksperiencë një personi. Do ndjes që të pyes çu ose ka një smar vesh dhe të pyes direkt. Jo, jam shumë okay. Un kam disa pacient Majmuna. Pacient? Pacient. Po pacient, sepse duhen bërë vaksina, duhet mirëmbajtur shëndeti. Këto persona zakonisht e Majmuni tentojnë që t'i japin atë, si themi, cilësinë e jetës edhe atë që quhet mirëqenia e kafshës, i po harrojnë që ai është primat i cili do hapësirën e vet dhe nuk është kaq social. Dhe shumica e tyre Majmuni është kafshë e egër apo kafshë shtëpiake? Kafshë shtëpiake nuk është. Nuk është kafshë shtëpiake. Është një kafshë e cila deri në një far pike mund të lidhet me një person, por pastaj do kërkojë që të ketë sjelljet e tij natyrale. Dhe me dis primatëve, janë primatët. Primatët janë majmunët, nga edhe ne jemi primat. Po le të themi gjithë to lloj majmunëve. Se temi në Shqip majmun është më gjithë përfshirës. Tek primatët do të kuptosh që sado që janë sociale dhe kanë disa sjellje të cilat na parafrohen dhe ndoshta të mbash një majmun në shtëpi ka një farë logjike deri në farë pike, shumica këtyre pacientëve të mi, pronarët e tyre ose ata që i kanë, sepse nuk mund të quhesh pronar, është ilegale të kesh një majmun. Pronare. Jo, është ilegale të kesh një majmun në Shqipëri, kështu që është ilegale. Është ilegale, po. Se dia. Po, është ilegale të kesh dhe tigra dhe luan dhe arinj, është tëra ilegale. Majmuni? Majmuni, po, sepse është një specie e mbrojtur, nuk mund. Po gjarpër. Atë në varësi të llojit duhet të marrësh leje, po edhe me gjarpër ka. Po gjarpri është e lejueshme të kesh në shtëpi. Ka njerëz me reptil, me zvaranik, sa të duash nëpër Europë, po s'do gjesh në Europë njëri që ka aril, tigër, luan edhe majmun. Një herë thell se domethënë për pas ta akuzosh tjetrin duhet me pyetje. Ore, mos vërtet ndjen kënaqësi këta, për shembull, ka shumë njerëz që nuk i durojnë të qenë te macat. Ka njerëz, pa fund. Dakor, po. Si e mban ti, si thua, si e puthe, si e përkthejnë, dakor. Deri këtu e mirë kuptoj. Po ndjen kënaqësi këta që mbajnë shumë zvaranik ose ariu. Çfarë të bëj ariu më burr? Atëherë, për zvaranikët po të përgjigjem si një person që ka disa, unë vet. Çfarë ke? Unë kam gjarpri, kam pas iguana. Iguana mirë, po. Se gjarpri dhe iguana është normale, nuk t'i jep në kënaqësi spektakolare, Ti e kam. Thjesht e ke, nuk është. Ti puna ti në 97 mori tankun. Se ku do të çoj? Nuk e kisha menduar në erë veten kështu, atë faleminderit. Më dhe një pjesë tjetër. Ta kam fjalën që do të për çfarë merr, për çfarë duhet? Atëherë, unë duhet të them që unë kam ngecë se duke parë gjithmonë te vetë, që se kuptoj. Po te vetë, jo, edhe unë po të them nga krahu im. Shiko, unë gjapri që kam janë të lindur në kaptivitet, pra kanë lindur në kaptivitet, kanë lindur brenda kaptivitetin në atë terrariumin, në atë hapësirën. Unë i kam dhënë hapësirën për të jetuar e kështu, e kam imituar natyrën, po ato në natyrë nuk mund të jetoni sepse nuk kanë se si e kapin ushqimin e tyre. Në rastin e ariut, luanit dhe tigrit, ato mund të jetojnë në natyrë deri në far pike, pra nuk po them që të dalin të bëjnë gjueti sepse nuk din ta bëjnë gjuetin. Por ti mbash në një kafaz nuk është normale. Pra duhet mendojmë që do të kesh. Po patjetër. Dhe pastaj ke këto persona të cilët marrin në telefon policinë e shtetit dhe thonë dua të dërzoj një tigër, unë po ku ta çoj. Ka studi më. Çoj në Zvicër. Ne kemi çu disa arinj. Kemi tigër në Zvicër, po. Po, e shef sa që se mendova. Po më vjen turp që se mendova kaq shpejt. Dgjoj. Po mirë, dakord jam shumë dakord me këto. Pse nuk kemi krokodilë? Apo edhe mund të kemi? Me sa dim ne s'kemi, po gjithmonë në Shqipëri gjithmonë, sidomos me kafshë të egra, po të më kishe pyetur para 5-6 vitesh do isha shumë i prerë në përgjigjen kemi apo s'kemi. Tani duke qenë që këta ças po fusin edhe ças po lejon dogana, po themi që s'kemi. Mo fal pse hyn nga dogana? Po nga diku hyn, nuk mund nga do hyj luani dhe tigri, se nuk është dhe gjë e vogël, e kupton? Ai mund të merret i vogël, xhanë, po nesh.
Po prapë sa do I vogël është sa I qenë. Po mirë, kur është I vogël. Okej, kur është I vogël, ekziston mundësia që ai të rritet butë, pra jo si Jo, nasi bëj fort. Nuk ekziston shansi që ai të bëhet. Jo, unë po të them, unë kam pas mundësinë që në formë shpëtimi të kem pjesë të punës time 2-3 klysha luani, 2-3 klysha tigrit, të cilët janë sekuestruar nga kaptiviteti ilegal, dhe po të them që në asnjë moment nuk kanë qenë të butë. Kanë qenë pak, këtu janë prapë ato që pam që ishin tek ajo, është në një hapësirë rehabilitimi që I bëm më vonë. Në qartë, po I kaloj kështu sepse... Po, janë hapësirë. Kjo është dushi, është ai ariu I famshëm që I mungonte dora në Fier, nëse e mbani mend tek ai kopshti në kështu. Ky jam unë në një proces anestezie, po marr pak gjak që të çojmë për analiza. Edhe këtu është Roko, është një ari I cili është një ari I cili ishte në Elbasan në kaptivitet ilegal. Kjo është një nga rrethimet e tij të vogla. Pra duhet kuptojmë që nëse ne I ofrojmë, kjo është I rrethimi I tij I vogël. Kjo është rrethimi I tij I parë sepse nuk ishte shkelur asnjëherë në bar. E kuptoj. Edhe ujin nuk e njifte, saqë kështu si e ke parasysh Krishti që ecën mbi ujë, se nuk e kam atë video fatkeqësisht, nuk ja u çova dot. Reqebulli ky, Reqebull. Dhe ky Reqebulli u sekuestrua nga policia e shtetit edhe kjo është një hapësirë që ju krijuar nga policia merr në to? Atëherë, normalisht ka qenë dikur inspektorati mjedisor, tani ja kanë kaluar tagër policisë, është një ping-pong I cili mua më mërzit. Kushta hajde. Domethënë, sepse nuk duan që t'i bëjnë gjërat, sepse shumicën e kohës ai personi që do shkosh të sekuestrosh atë gjën. Është siklet sepse ai mund të ketë paguar për pak 3-4 deputet të zonës. Çfarë bëre sot ka ari? Çan këto gjërat vogla. Domethënë, po këto si vdesin, si ngordhin? Kush? Nga mosha. Nga mosha. Unë në strejmore të cilat kam punuar unë ka strejmore këtu? Ka në Prishtinë. Fatkeqësisht ne nuk kemi në Shqipëri edhe pse projekti ju ofrua Ministrisë së Mjedisit para 2-3 vitesh, por nuk është bërë akoma. Kemi hapësirën në Shqipëri për ta pasur, kemi nevojën për ta pasur, se siç kupton. Një pyetje, çfarë ndodh nëse ky tigri apo luani del nga rrethimi? I bën një gabim. Ajo është një pyetje e cila po flasim kaptivitet ilegal. Çfarë është kaptiviteti I jashtë? Kjo që këta tipa që I kanë në kafazet e tyre kështu, sepse nga kopshti zoologjik I Tiranës nuk del. Jo, sepse ka sistem sigurie të tillë që të evitohet që të dali. Pastaj, nuk është kopshti perfekt në botë, nëse ti do më bëhet, ka punë, siç çdo gjë ka punë. Por në kaptivitet ilegal nuk e di. Këtë përgjegjësinë kanë ato tipa që I kanë edhe policia e shtetit që I lejon. Këtë pyetje duhet t'ja bëjmë atyre. Unë nuk e di, sepse është shumë e vështirë që të kapësh një luan I cili është I lirë në natyrë. Është shumë e vështirë. Edhe e vrasin apo halli madh? Po po nuk është e lehtë kjo. I bien shkurt. Po nuk është e lehtë kjo. Do të kuptosh që nuk është një specie e cila ti do I drejtosh armën dhe do thotë, po rriun. Edhe është një specie e cila lëviz shumë shpejt. Në Afrikë të Jugut nga disa kolegë të cilët mund të jenë zënë prit nga tufa luanësh, sepse jeta e tillë është atje, ka dëgjuar për shembull që ti nuk është që ke shumë hapësirë për të ngritur armën, sepse janë kafshë të cilat lëvizet e shpejta I kanë shumë qef. Dhe praktikisht je një pikë kuqe e cila lëvizet dhe duan ta kapin. Edhe nuk është kaq e lehtë, nuk është kaq sepse gjithmonë nga shqiptarët puna e madhe dhe po doli do I gjuj. Nuk është kaq e lehtë. Domethënë, duhet të jesh shumë I përgatitur dhe duhet të ketë ndodhur më përpara. Po fatmirësisht deri tani ne në Shqipëri unë mendoj që brenda fatkeqësive tona kontratën me Zotin vazhdojmë të rinovojmë. E marr me shumë. Domethënë ne kemi. Tjetra që duhet të thosha është shef shumë bur për këto persona të cilët ka pasur një rast kohë të fundit që nuk ta duket sikur në fytyrë e tregojnë. Morzin, trishtimin. Këta të dy që sheh, këta të dy që sheh ishin në plan për tu rehabilituar dhe për të rifutur në natyrë, që të mos kishin kontakt me njeriu. Mi po u bë një gabim. Kjo është prapariu në Mokër që ra në Kurth. Që po thoshë u bë një gabim nga administrata e zonave të mbrojtura të Korçës, do thosha paska se kanë punuar shumë fort dhe ata, po u bë një gabim I vogël, edhe me ariun është shumë hapësirë shkurtër që ti ta lësh pa kontakt me njeriu që të ketë mundësi të rifutet në natyrë. E ç'është kjo? Kjo është një hut, se nuk e shoh mirë. Hut. Është familje me shqiponjën, është pak më vogël. Ja.
edhe këto janë dy huta të cilat kjo është një foto I kapen këto? Këto ja morëm një person i komunitetit rom në bregun e Lumit, i shiste për 5.000 lek. Po për çfarë bëhet një hut? Për ta shitur. Si bula? Po, si ta balsamosës pastaj. Ama, kjo është ne jemi vendi shqiponjave dhe shqiponjat vështirë që në natyrë. Ai është një gjon, buf, familjen e kukuvajkave, me që jemi mësuar kohët e fundit që ngjojmë bufi kësaj, bufi asaj. Ai është një gjon. Që ka bufi bukur? Muslim shyri ka nga këto. Edhe vjen një periudhë e vitit, kjo tani. Ja, po ky. Ky tash është ajo që shifniu. Ua. Këtë ja dërgova Albanës të thash. Kush e di sa është bërë ky? Po, përgjigja është po. Po kush Shqipëri ky? Po, përgjigjen vetëm me po, që të mos. Po nga është domethënë që mos i bien janë. Nga i ftoti, Nga i ftoti? Nga i ftoti. A kuptoj. Ua, çudi e madhe plak. Domethënë, gjithmonë mund të merro fakti që çfarë ndodh nëse këta për një gabim njerëzor. Por kjo është problemi sepse nga ana tjetër, nëse shteti nuk i ka ofruar këtyre një hapësirë për ta dorëzuar, shpesh herë thua krimi i parë është që këta e futën brenda, por shumë prej tyre duan ta dorëzojnë sepse nuk e mbajnë dot më, sepse nuk mbahet më. Ikën ai qefi i të pasur Luan Tigër, kur Luani Tigër bëhet 4 vjeç edhe ti e ke parë për ditë. Sa ron një Luan? 20 vjeç, 15 vjeç. Un kam një pacient tigër 19 vjeç. E ka lënë çdo gjë, zemra, dhëmbët, gjithë gjëra, vazhdon jeton. Un habitem ushqet, po. Po, vazhdon. E kanë lënë dhëmbët e parë, e kupton. Sa ha një tigër? Në varësi të hapësirës që ka, dhe aktivitetit që ka, po, mish, kryesisht mish, organe dhe kocka, po jo edhe shumë kocka, 4.5, 5, 3, 6, në ditë. Në ditë 6 ditë e javës. Tash ka lek shumë vur. Po sepse është 180 kg. Do nuk është. Se këta kanë një problem tjetër që si rast diabeti as kolesteroli. I zë. Vërtet? I zë. Po në tema gëllat, po vërtet. Jo, i zë. Në Prishtinë strejmoren e arijve. Në Prishtinë ka një strejmore arish e cila është konform rregullave europiane spektakolare. Kemi 2 arinj cilët janë me diabet për shkak se janë marrë nga kaptiviteti ilegal ku një prej tyre i jepej birr e tjetri i jepeshin po. Pagujet 1.000 lekë të ky lokali që e kishte ky dhe ky shkon të jepte birr. E kemi mjekuar dhe nga varësia ndaj alkoolit. Po, kemi mjekuar nga varësia ndaj alkoolit. Problemi që është tjetri është që këto që janë animalistët që i duan kafshët, së fundmi pa deshë ta përmend zonjën sepse vërtet ka bërë një punë shumë të mirë. Jo, nuk dua, sepse është një person i cili na ka ndihmuar me kafshët. Ka një klyshariu, është munduar ditët e fundit që t'i japi një zgjidhje, mirë po edhe kjo pjesa që mundojmë t'i japim zgjidhje dhe e lëm me qenin, që të rri me qenin, na prish shumë punë, sepse mbi gjitha transmeton sëmundje e qenit tek ariu dhe ariu dhe qeni, dhe tjetra se këtë kishan kokë këto sëmundjet. Ore, domethënë këto se gripit pulave ja morëm dorën, s'na gjën gjë. Po, padyshim. Këto kanë sëmundje që transportohen te njerëzit. Atëherë më rrezikshme në këto është majmuni, sepse mund të kaloj disa lloje herpes viruses, TBC që është tuberkulozi, që ka vdek migjeni për ata që t'jenë çik më ndigjusit. Jemi çik më romantik, apo s'ka shans. Ti thu që e njohim migjenin tani? Po shpresoj. Shpresa vdes e fundit për ne do ta kesh për vjerë. Qartë. Po ideja është kalojnë të gjitha viruset që kemi ne, tërbimin e kanë shumë të thjeshtë për ta kaluar. Është një minë me sahat majmuni, prandaj për shumë arsye nuk duhet mbajtur në shtëpi, sepse tuberkulozin dhe herpes. Ka pas lokal me majmun. Po, e di që ka pas lokal, edhe heqja atyre majmunëve nga lokali nuk u bë as nga policia, u bë thjesht ky tipi u mërzit nga ta. Ne presim që pronari të mërzitet. Kjo është problemi. Tani, ndodhi e kanë ata. S'po them soi hym tyre. Po. Keni këshill për t'ia dhënë këtyre njerëzve? Këtyre njerëzve këshilla është dhe komshimet tyre. Jo, nuk ka lidhje me komshin. Këto njerëz duhet ky trend duhet ndaloj, nuk është as i këshill për t'u dhënë, duhet ndaloj ky trendi dhe shteti shqiptar duhet një orë më parë, duhet ta kishte bërë partije, po e them unë sot, një orë më parë të ndërtojë një strejmore sepse jemi vërtet në nevojë imediate për strejmore. Po ka shumë më bursa për të ndërtuar. Ka më shumë se një strejmore, po le të ndërtojmë një neve, të kemi një njerë. E kupton? Sepse Kosova ka një strejmore për 17 ari. Ne kemi një nevojë imediate për një strejmore. Është kështu domethënë, po se s'po përtas këtu se është pjesë.
po le të bërtasim. Do më thënë, sepse, ja për shumë, në këtë rastin e kësaj zonjës, po mundohet ta shpëtoj atë klyshin e Ariut. Kjo pjesa që policia ka lënë asaj në dorë me shkrim është ilegale, pra janë shkelur disa ligje të këtij shteti tonë. Po, me shkrim asaj. Ndërkohë që ne tjerë që kemi, jo asun, të bëjmë parantezë, asun se fusja do të shpintime se asun s'kam hapësirë. Prandaj po të them, unë duaj që shteti të më japi mua dhe njerëzve si unë, se janë 4-5 çuna të tjerë që merren ose të japi kujt të dojë, le ta sjellin nga jashtë shtetit, nuk kam asnjë interes personal fare, s'më intereson. Të bëj një strehimore, këto kafshë të jetojnë ashtu siç duhet për ato fatkeqësi që i kanë, sepse jam i sigurt aty klyshi kanë vrarë të jemën, që është ky stili që ja kemi marr, po s'na ka parë femra. Unë kam rastisur një rast në rajonin e Lazios në Itali, vizitë çudimore, gabimisht prekëm pak folen e asaj femrës, gabimisht dhe ishte gjallë dhe kam parë pasojën që të lë një ari kur ti prek të voglin pak, jo t'ja marrësh, prishëm pak një pjesë të guvës edhe shkatroj transformator elektrik, një godin, bëri pilaf kur thonë. Po, kështu që nuk i besoj këta që thonë, shkovaja mora të guva unë, po e jëma nuk e do. Jo, shoku, ti ke fut lumin t'jemës, t'jemi sinqert, ka disa krime të cilat bëhen, por janë në rastin e kësaj zonjës për shembull, të cilën e përshëndes sepse ajo ka tentuar edhe ta çojë në Prishtinë, tek pylli i Arive atje, po ato s'kan hapësirë, janë disa probleme tjera ligjore që ata se marrin dot. Po hiç na unë mora shumë horizontet e reja. Si më jo, është hall vërtet serioz. Kemi një specie në që është në zhdukje? Rreqebullin ballkanik. Jemi në nivel kritik. Nuk besoj që kemi më shumë se 6 individ në natyrë. Në pjesën shqiptare është një specie e cila është më shqiptare se ne shqiptarët, sepse duhet të kuptojmë që rreqebulli ballkanik jeton vetëm në pjesën veriore të Shqipërisë deri në fushë Kosovë, edhe këtë pjesën e Strug të Tovës në Maqedoni. Kam parë sa video që kapi kështu me kamera. Po, nëse pala maqedonse i ka vënë qaforen dhe di me GPS ku ndodhen 14 prej tyre, fatkeqësisht ne në Shqipëri nuk kemi asnjë që ta dimë që në natyrë po ecën. Në këtë moment për të dytin vit radhas jemi duke munduar që nëpërmjet një box trapi, pra nëpërmjet një kurthi, ne ta gëzojmë në kurth, ta vëmë në gjumë, ti vëmë atë qaforen dhe pastaj të zgjohet që ne me satelit të dimë se ku është, që ta mbrojmë pak më mirë. Edhe të dimë madje nëse ky kalon në këtë zonë, atë zonë ne ta bëjmë një farë zone që të mos jetë kaluar për njeriu, siç e ka bërë Maqedonia. Hapësirat janë, është një specie e cila natyrën tonë e do sepse e ka desh për mira vite. Fatkeqësisht nuk kemi pas fat. Edhe fatkeqësisht gjithashtu rreqebullin po e kalon Maqedonia si maskotën e saj, ka vënë te lekët e dinarët, që për mua kjo është e papranueshme, sepse po do ta kemi ne sepse ajo kafsh flet shqip, shkurt mohabeti. Ne na morën çiftelina por ti po thu. Po ti pra mi, po diku duhet na lojmë. Kjo rrjedhje, kjo gjakderdhje duhet na loj diku. Arelo si përfundim. Sa kafsh të egra në Shqipëri jetojnë me njerëzit? Pak a shumë. Shumë. Po sa shumë po? A shumë? 100, 200, 500, 300? Mendoj se rreth 100 që pak më shumë, pak më pak. Në për qytet? Jo, më shumë se 100. Në për qytete. Sepse nëse fusim dhe majmunët si kafshë e egra, që janë kafshë e egra, me thënë drejtën, sepse iku majmuni në Sauk dhe rrahu plakat e azilit e u bë nami madhe vrau qendë robëve, majmuni 9 kg. Po, jo kemi. Po, në Sauk të Tiranës. Para në Ver. Të Verë? Në Ver, po. Sa lejnë të portalet në shpenë ato? Po, se ne jetojmë portalet, nuk jetojmë që të bëjmë diçka. Ne, po, na thamë portalet... Nejse. Shpresoj shumë që gjithë kjo bisedë mos ka qenë thjesht një bisedë kurioziteti. Urojmë që të na ketë gjuna njëri se shtunë është, mund ta hapin televizor. Sa merr mendje, megjithatë, se di, më le pa fjalë, sinqerisht me këto, domethënë të dhëna që i mora me goxha sportivitet, me thon drejtën. Po ashtu do marrim si më çfarë bëj. Unë dhe ti s'kemi asgjë gjë në dorë. Që ka Luane ti kam dëgjuar, po që ti janë 70 në Shqipëri. Po më pa taks. Shiko, ka një raport që thuhet që është mi 90, po nësi besoj shumë ati raporti, se kam qef që të mos trejnë. Prana po të them. Jo, po qa thua, qa janë 20 luan, thua ti, edhe unë atë mendoj. 20 luan, kule kemi 1 milion vampirë, ti po thu. Po, nesë, pa tjetër. Gjakullet të rjedhi, kjo është e rëndësishme. Ja me qartë. Se mendova, sinqerisht, si bisedë shtunë, dhe me thonë drejta, se thash, do në të regojnë në kuriozitet në gjë, po
Kjo që ka alarm I madh dhe shumë I rrezikshëm. Urojmë që kjo alarmi mos të ngelë vetëm te ne të dy edhe te ne. Ja do na shpikin në një prashjevi prap tani dhe do harrohet. Po normale, klasike. I dashur Aril, falenderoj shumë për Shumë faleminderit. Dhe ka gjë na bëj zile. Patjetër. Faleminderit. Të dashur miq, vijoni për notimin tuaj. Ora është pa 25 069 40 41 003. Kemi një ca super oferta për juve. Dëgjojeni pak. Okej, mirë shumë. Ora është pa 20, qitoni juve, iki minutat e skuptohen fare. Sidomos në këtë mëngjes të shtunë që deri tani është mirë, po keni parasysh nga dreka tutit do të jetë një motë me re. Dhe javën që vjen bëuni gati për ca shira kemi për rrugës. Mrekulli, mirë, ja të kemi me Armanin ton të Myzeqes. Arman Mordial, Arman ku je? Mirë me gjesi nga Myzeqea. Qa bëhet më? Mirë, Myzeqea është të mirë sot. Qa ke? Te kështu si të rëmbur, qa ke? Ja, po për kundra si, jam të gëzuar, duke që se është ditë pasari sot, duke të pak me qelur Myzeqea, sepse banorët Myzeqea më e qelur, gjojni më, Myzeqea më e qelur. Me qelur. Po, me qelur për nga njerëzit, pra se nuk përna dalin, jo rrinë se kanë punët e tyre gjatë javës, jo rrinë sepse ka një loj të ligjin të thoi se të pashprehur diku, apo të pashkruar që është mirë mos të dalin zonjat, apo është mirë mos t'i lë vetëm ata. Pra, krijojnë sa le të themi pengesa për veten e tyre që nuk duhet të jetë, por që fatkeqësisht një pjesë e krijo. Ndërsa dita e sotme I te kalon këto pengesa dhe dalin dhe takohen me njëri tjetrin dhe kalojnë një fundjavë ndryshe. I te kalon këto pengesa, sa bukur flisin francezët. Ore, me qënë zera fjalla. Po, pra, përpiqem. Qa kujtoni dhe festonë, sot 22 mars I plak? Në fakt, një sot kujtojmë ditën e Nevruzit. Qa është ditën e Nevruzit? Dita e Nevruzit, dita e Nevruzit, në më thënë, është një ditë e cila është në fund të Ramazanit, pra, është për besimtarët musliman. Po jo, se Ramazanit qëlloj tani, vitin që vjen është një datë tjera. Mos u ngatro. Sigurisht, domethënë po bëj një përmbledhje të besimit. Nuk është kjo që po thua, jo. Je gabim. Nuk është kjo. Pra, darka e Nevruzit në fakt është jo dita. Edhe një. Në Myzeqe, me tepër thon darka e Nevruzit. Po ja fut kot. Ore, ditë çfarë është apo jo? Po pra është një festë, po e besimit musliman, për besimtarët musliman. Po të ndihmë, po? Ashtu siç pra. Po pse është festë? Çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Por ka njerëz, domethënë që festojnë domethënë Nevruzin. Ore çfarë e vërtetë më burr? Çfarë e vërtetë njerëzit? Pse Sultan Nevruz? Sultan Nevruz. Po e quhet Sultan Nevruz sepse domethënë ka qenë një besimtar I madh. Çfarë po thumor? I cili po thumor. Ja isa ke haberin fare. Është të mëshme. Si e thua kur se diçka është? Po domethënë unë ndjek sipas asaj që thonë njerëzit dhe pretendoj që është emri I vitit të ri iranian, I njohur dhe si viti I ri persian. Tani, dita e Sultan Nevruzit është ditëlindja e Imam Aliut në Qabe, që ta dish ti. Domethënë, në këtë ditë, çdo gjë sipas shkrimeve, çdo gjë rigjallërohet, lind shpresa, ringjallja për gjithë njerëzimin. Kjo është një ditë e re ku gjithë shpresojnë për një të ardhmë të mirë. E mbajtë mend vëlla, se do të pyes prap. Po, e mbajta mend. Bravo. Tani, tjetër gjë, çka kujtojmë të festojmë sot? Kemi ditën botërore të ujit. Në 93 është vendosur si dita botërore e ujit. Tani, një pyetje kam. Dita botërore e ujit. Po. E pirjes apo e bërjes? Po dhe domethënë sigurisht që e pirjes, sepse për të bërë nuk është se e bën dikush ujin. Si vështë se bën dikush ujin, çfarë po thua? Po ujin e sill natyra më, kush është ai që e bën ujin? Ku I Armani I ku të bëj ujin? Shumë.
Po jo më për, po flasim për ujin, po flasim për ujin e pishëm, ujin e konsumueshëm, ujin që rrit gjithë këto bim, ujin që rrit gjithë këto... Për ujin e konsumueshëm apo ujin e konsumuar? Kujdese, ha? Pra, ujin e konsumueshëm. Bravo, Armand, të lumë. Tjetër gjë? Pra, ujin e konsumueshëm. Kemi në i datë shënuar? Kemi dhe ditëlindjen e Bujar Kapëgjiut. Sa mirë. Po, ha? Po. Më trego pak. Kemi dhe ditëlindjen e tij, sigurisht që Bujar Kapëgjiun e njohim si gjithë. Po çfarë? Nga filmi Dy Hermat, një nga filmat më të ndjekur shqiptar, le të themi, pak kur kam qenë në vogël, shihnim shpesh të sugjeruar dhe nga prindrit, por aty do më thënë, Bujari ka qenë një nga aktorët kryesor, i cili ka luajtur pra si shahisti, dhe aty, në fakt, unë aty e kam njohur për herë të parë si aktor. Vetëm kaq? Si? Jo, ka luajtur pastaj, ka luajtur sigurisht edhe filmat të tjerë, ka qenë edhe skenarist. Po tjetër në përvjetor vdekje, kemi në thot? Në përvjetor vdekje... Sander? Dhe një emër të madh. Sander? Në një emër të madh për... Shumë i madh, botror bandje. Shqiptar, botror. Sander? Shqiptar... Sander? Bravo! Sander Mujsiu. Bravo. Aleksandr Mujsiu. Për të gjithë njerëzit që se njohin, çka ka qenë ky? Aleksandr Mujsiu ka qenë aktor shqiptaro-amerikan. Amerikan? E nga me Gjime Lushin. Shqiptaro-amerikan. Po jo më fare s'ka qenë amerikan. Po, me që kam parë, do më të ndale, dhe geografisti... Asnjëherë s'ka shkuar në Amerikë. Ku ka vajtë në Amerikë? S'ka shkel ndonjëherë? Gjithmonë do më të ndërzohen të plotësimeve, që të ma njësi njeriu duhet të këmbulloj një informacion, duhet të lexoj diçka për diçka, duhet të mbledhi pak gjëra mbi të. A më tani mos e fut kot tani, po flet kot. Jo, pse kot më burr? Ti si një fare më zotëri, se një fare shqiptar amerikan. Si mund të thosh shqiptar amerikan kur ai maksimumi deri në Vjen ka qenë? Pra në Austri. Ja që nuk e di. Ndërkohë, ku i kemi kubikët e shalqive? Kubikët e shalqive sigurisht që i lash për në fund dhe ja ku i kemi kubikët e shalqive. Ta shoh që shalqiun tim? Ja pra, Ka që do hanë? Ja pra, Aldo, emisioni Armani. Ua, 3A, si bateri, e? Dijo? Po pra. Apo është e ajo, emisioni. Dijo, po ku do më mbjellësh të mua? Këto do t'i mbjellim, por se pas këshillës që mora nga zotëria, duhen lënë për disa ditë akoma këtu, sepse janë goxha të vogla dhe po t'i lëvizin shtahen. Mirë, mos i lëviz. Mbajnë që përpare të bëj një foto. Ti të shoh si kanë qenë. Më raf spika. Prit pak. I bëni një foto mëse. Një sekond, të gjerë celularin. Foto e parë, dhe më thënë, newborn, kështu quhet. Hajde, e bëra. Urime Armand. Dhe po thoja që për këto do kujdesim se pas këshillave që mora nga zotëria, dhe me qëse ne duam t'ja tregojmë njerëzve, do t'i mbjellim në vazo dhe do t'i mirëmbajmë aty duke ja treguar ndryshimin her pas here. Do i ndjekim hap pas hapi. Suksese në jetë Armand edhe më gjarë. Suksese në jetë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Aldo, mirëmëngjesi gjithëve. Jemi zgjuar sot me një mëngjes shumë të bukur. Sa mirë. Dhe po mundohemi që ta përballojmë, kështu edhe si një ditë feste, ju urojmë gjithëve atë Sultan Nevruzin, festën e Bektashive. Dhe po ashtu në fakt patëm edhe një mbrëmje me shumë emocione, duke qenë se u mlodhe njerëzit edhe ndoqën ndeshjen e kombëtarëve. U ka luajtur dje po mbrëm dhe patjetër që u bashkuan kështu për të njëjtur një sfidë shumë të fortë që ishte me Anglinë, të cilën nuk e fitua, po rëndësi ka pjesëmarrja, kjo është ideja. Ndërkohë ne në Shkodër sigurisht që nuk I kemi dalur opinionet për politiken dhe për të ardhmen tonë në Bashkimin Evropian. Po, analistët sigurisht që kanë filluar të jenë pak më shumë se sa duhet optimist gjatë këtyre ditëve. Dhe flasin shumë për Europën, se ç'po e ndjellin ndoshta.
Po flasim për Europën që shumë shpejt do jemi pjesë edhe ne e Bashkimit Evropian. Po, nëse ne ndjekim ato hapa që ato na kanë thënë që duhet të ndjekim. Çfarë na kanë thënë? Dëgjon. Po që nga disa hapa nga ana politike që duhet të ndjekim ne, dhe që të gjë na sqarojnë më mirë personat përkatës, domethënë deputetët e kështu me radhë. Dhe vetëm ne duhet t'i votojmë, se nga ana tjetër situata do zgjidhet, si kuptohet. Edhe po të gjeta, po. Fiks, dhe kështu, po, se që kishin diçka atje në Parlamentin Evropian, që nuk u lejonin këto pajisjet Huawei, më duke. Ja futën kinezër prapë? Po, dhe kështu mërzitën pak se ne i përdorim ta nga këto Huawei që janë këto pajisjet, dhe po e mendojmë seriozisht nëse do shkojmë apo jo. Kështu që avash jemi në këto diskutimet nëse duhet të shkojmë në Bashkimin Evropian ne, apo jemi mirë këtu ku jemi. Dhe kështu, analistët mundohen shumë që të japin argumenta pro dhe kundër dhe të bindin njëri tjetrin nga ana tjetër, se si duket kjo lloj atmosfere. Ndërkohë që edhe policia, po. Me Samsungun kishin gjë. Edhe njëherë nuk e dëgjova. Me Samsungun kishin gjë. Jo. Të bëjnë qatë dumë pasaj. Jo. Ka halë kemi ne. Jo, ishi rregull. Hajde, pra, dhe me këtë lajmë të mirë që na dha Ola Shqyrë s'kanë gjë me Samsungun, të dashur miq që bie të mbyllim programin për ditën sotme, duke ju uruar gjithëve një ditë të mbar, një fundjavë sa më të këndshme në shoqërinë e njëri tjetrit. Kujtoni kë keni pa marrë në telefon e pa takuar. Edhe thjesht për të bërë qefin, asnjë gjë më shumë. Kalofshi mirë dhe dëgjohemi e shikojemi me kismet Zotit sërish të hënën në 7 pa 1 minutë. Tung.